Flamurtari rikthehet në Super League. Vlonjatët sigurojnë fitoren 1-0 në Vor duke konfirmuar kështu kthimin në elitën e futbollit shqiptar pas plot 5 vitesh. Ka mjaftuar një gol i shënuar nga Emene në pjesën e parë për të marrë 3 pikët e nevojshme në këtë përballje shumë të rëndësishme. Flamurtari e mbyll kështu në vendin e dytë në kuotën e 74 pikëve, vendi i cili e dërgon ekipin vlonjat në Super League për sezonin e ardhshëm. Një ndeshje ku Flamurtari është mjaftuar me fitoren minimale, që vlen gjithsesi për ngjitje në Super League. Trajneri Artim Pollozhani e ka cilësuar një moment shumë të rëndësishëm i ardhur pas një sezoni mjaft impenjativ, por që u arrit objektivi. Patjetër, sigurisht që 5 vite janë shumë, por që u mendoj që në këtë moment harrohen gjitha dhe u mendoj që Flamurtari kthehet aty ku e ka veni. Si e keni pritur sot, si ka qenë ndeshja sot? Mjaft me emocion, patjetër, sepse ne na duhej fitoria, kundërshtari kishte arrit objektivin, kështu që kemi qenë gjatë gjithë kohës në tension, por që fundi ishte jashtëzakonisht i lumtur dhe Flamurtari kthehet aty ku e ka veni. Flamurtari kthehet kështu në Super League, aty ku mungonte prej 5 vitesh. Një rikthim pas një sezoni ku vlonjatët e mbyllin në vend të dytë, por që vlen mbi të gjitha arritjen e objektivit, që është pikërisht ngjitja në elitën e futbollit shqiptar.